Franco Burrej dhe Bruno Rotani vazhdon të jetë dyshja e ardhë e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare. Profesor Bruno, urime për medaljet e fitura së bashku me atletin tuaj Burrej në Sloveni. Një rezultat fantastik, ashtu siç premtuat përpara garës, se u kthyet në Shqipëri me 2 medalje dhe me 2 rekorde, që çfarë është më e rëndësishme. Faleminderit Gasper për intervistën dhe për urimet. Thëmë drejtën, këto rezultate u priqin, sepse në bazë të stërvitjes, bazë testeve që kena bërë, unë isha i sigurt që Francoja do të bite si në garën e 400 metrëshit poshtë 46 sekundave, po ashtu edhe në 200 metër poshtë 21 sekundave. Franco Burrej është atleti i parë që bjen poshtë tyne 2 rezultateve në gjithë historinë shqiptare. Do të thosha që është një punë shumë e madhe, disa vjeçare për me mrit në këto rezultate dhe është një arritje e madhe për atletikën shqiptare dhe atë shkodrane. Konkretisht sa vite ka që bashkëpunoni me Franco në fushën atletikës? Ka konkretisht janë 9 vite, po bëhen gati 10 vite që na punojmë çdo ditë, pa marrë parasysh vështirësitë, kushtet e stërvitjes e tjera. Dhe në saj këtyne sakrificave që na kena bë, kena mrit këtu ku jena edhe sot me këtë arritje. Duke rikthyer fillimeve tuaja me Franco Burrej, e kishit menduar se do të vinte ky moment i art, pra ky kulmi i tij, po themi kulm se kulm është, por akoma ka rezerva. Po të them drejtën, qysh në fillimin kur unë kam marrë Francon si sportist, kam besu dhe kam shpresu që me punë do të bëhet një atlet i madh, duke pa dhe shtatlartësinë e tij, duke pa fizionominë e tij, duke pa disa komponentë që mbashin me shpresu që me një punë të madhe, patjetër, sepse pa punë nuk do të ishte bërë asnjë gjë, do të kishim rrit në këto nivele. Kështu që besoj që na ka ecë marrë, sepse duhet një përkushtim i të dyja palëve, si e trajnerit edhe sportist. Është i zorshëm shumë në komunikim në stërvitje, po djalë i thjeshtë, si duket edhe në jetën e përditshme? Franco është shumë i thjeshtë edhe shumë ngulmues për stërvitjen dhe janë këto gjana që atë kanë bërë me ecë përpara, e karakterizojnë që me vazhdu stërvitjen, me ul kryt dhe me pas sa më mirë disiplinat që ai garant. Edhe pse periudhë e verë me temperaturat larta, pas kthimit nga Slovenia ju vazhdoni stërvitjen sepse keni në vazhdim gara të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare, duke nisur nga Kupa Gjuxim Mema dhe pastaj edhe Ballkanjada dhe të tjera. Si po shkojnë stërvitjet? Po të them drejtën, sapo na kthy prej Mariborit, kena vazhduar stërvitjen direkt ditën e nesërme, po ashtu edhe 10 ditë dile kena vazhduar stërvitjen, një stërvitje rikuperuese pasi edhe ultimi edhe garat bajnë atë lullin e vetë, por tash me këtë seancë ne do të vazhdojmë normalisht stërvitjen dhe përgatitjet për kampionatin ballkanik që do të zhvillohet në Greqi, në Volos. Por me heret është Kupa Gjuxim Mema në këtë stadium ku Franco do të konkurojë me sa kam informacion në 100 metër. Patjetër, Francoja besoj që do të konkurojë në gara 100 dhe 200 metër. Por fokusi jonë kryesor është tek kampionati ballkanik, që shpresojmë të bëjmë një performancë sa më të mirë. Por edhe në këtë aktivitet, kupën në rimit figurave Gjuxim Mema, do të konkurrojnë disa atlet, po ashtu edhe Francoja në 100 dhe 200. Shpresojmë që të jetë një formë mirë dhe të tentojmë rekordin si në garën e 100, po ashtu edhe në garën e 200 metrash. Urime, profesor Rotani, për këto rezultate dhe suksese. Shpresojmë me rekorde edhe në 2 garat e ardhshme që janë në vazhdim. Faleminderit Gasper edhe nga ana juaj.